Sot shuna jemi me I tjetër video 3. Unë sot Dulos Dream League Soccer 2025 shuna. Dhe ju tash po pyesni me vete, po mirë ofres, në këto kohë që njëherë ka filluar shiu, njëherë ka filluar dielli, ti rri me krah të shkurtra, thash me veten time, po rri me krah të shkurtra sepse kot, thjesht për portë, a kupto. Jo atë lloj porte, jo. Sot shuna jemi me një tjetër challenge. Unë sot do fenos 3 mbrojtësa në sulm dhe do t'i testoj të 3 me një gol gjithë secili. Dhe nëse nuk e bën dot golin një prej tyre, atëra ai mbrojtës do krisi bythën nga ekipi im se për çfarë mutin e do atë. Për çfarë mutin e do. Nëse çuna, nëse jeni të shtypni butonin subscribe sepse fala s'është. Shikoni po ju thotë edhe qazimi me bo subscribe. Shikoni po thotë edhe qazimi me bo subscribe, që nëse jeni të shtypni butonin subscribe sepse s'ka marrë i drish YouTube me 10 lekë më burr. Gjithashtu çuna, bëni follow rrjeteve të mia sociale, të treja linkjet I kemi poshtë në description. Edhe TikTok është poshtë në description, po përdorni VPN-n. Bëni ka sakrificë për mua. Futoni në burg. Pa u bërko. Le të nisim me challenge-in. 7 orë më vonë. Okej çuna, si që shikon, ja ku jemi këtu tek menuja dhe unë tani do hap ekipin tim. Ky është ekipi im çuna dhe unë tani do ndryshoj lojtar. Okej, do venos Van Dijkun në qendër, Hakimin right winger dhe Araujon left. Ças bad ore. Tani çuna, me këto të tre do përpiqem të bëj 3 gola. Një me Van Dijkun, një me Araujon dhe një me Hakimin. Okej, dhe loja jone sotme është kundra Barcelonës, për të gjithë fansat e Barcelonës. Për të gjithë fansat e Barcelonës, po vjen shumë keq për ju të dashur miq, po unë sot kam për ta shkatruar Barcelonën. Okej, ky është ekipi Barcelonës, ky është ekipi im dhe neve tani do startojmë lojën. Nuk e di pse fola se Elketa Vesiu, po nejse. Okej, The First Station kundra Barcelonës, tu fillon ndeshja. Ky është ekipi I The First Stationit. Benzema, Viniciusi dhe Dembélea mbrojtje. What the fuck, man? Një javë ka kaluar, hiku na mendoria. Dhe ky është ekipi I Barcelonës të dashur miq me Lewandowski që kryeson sulm, edhe neve tani do nisim lojën për fatën barksh. Po, vini. Skriniar, Araujo, ça pasi. Okej, çuna ka topin Shresley, pas një pasit gabuar, Dembélea çon tek Hakimi. Hakimi s'bën dot gjë, vaj lesht. Ecën Van Dijku, s'ka shpejtësi ky dia. Okej, e ka topin Romero e çon tek Konde, bukur. Okej, Van Dijku për golin e parë. Shënon golin e parë, çuna 1-0. Goli I parë me Van Dijku. Keni me vëmendje se sa bukur e kemi bërë gol me Van Dijkun. Nuk është se ishte ndonjë gjë, po kemi për ta parë. Shifeni sa perfekte kanë bërë goli me Van Dijkun të dashur miq, 1-0 për ne. Tani na duhen edhe 2 gola të tjera, një me Araujon dhe një me Hakimin, kështu që neve shpejt do t'i bëjmë edhe 2 gola të tjera që të fitojmë challenge-in dhe po, Dembélea. Okej, Van Dijku, Hakimi, shit. Hakimi. Dream League ka I gjë kundra me dhe kët. Dhe është dëmtu Balde. Oh my god. Moment tragjik për ne. S'po m'plas fare. E kanë topin këta, Viniciusi çon te Van Dijku. Jep një pas tek Araujo, do ta jepsha me cën, vari lesht. Palmer. Hakim. Ua, mos, Hakimi bukur. Van Dijku. Shit, o vlla. Shit. E ka sërish topin ta, me zi po bëjmë gjo, po vari lesh, në duhen të 2 golat tjera. Gavi, e ka topin ky djal. Gavi. Mos. Jo. Na buni rulet, po prap ruleta dhe Rainbow Flika nuk punojnë të The First Station, sepse jena lojtar më të mirë. Okej, edhe Benzema jep një pas gabim. Do të thënë se Benzema po se mori dot, vari lesh, Dembélé. E ka topin Kubarsi. E merr topin Van Dijku, bukur Van Dijku. E rikuperon topin ky djalë në një mënyrë që unë nuk e di si ta përshkruaj, po nejse, dhe bën një mut, po s'ka problem se ka topin Hakimi. Hakimi duhet ishte penalti me arbitër. Nejse çuna, jemi akoma 1-0 dhe minuta 38, që Hakimi jep një pas. Okej, Dembélé, Palmer, te Araujo, po hamur burboni në gjë se më fiksu to vlla. Kanum 700, sa mund themja, 1000 shanse o vlla, dhe s'kam pasi gol. Vaj lesht e ka topin Viniciusi te Araujo, më duket ishte offside, po, offside ishte. Ja, ishte offside që pësira. O zot, do ta bëjmë golin.
do ta bëjmë golin. Nuk jem rregull ti, si jem rregull. Palmer, çon të Van Dijku tek Araujo, ecën Araujo, po hamër. Ue, këto s'pas kanë shpejtësi më nish. Marrë pjesa parë marroi 1-0 për ne, nuk është se kemi bo ndaj gjë, por që nejse. Okej, kjo është statistika jon. 1-0 për ne. Një gol me Van Dijku, me asistin Araujo. Tani shuna, neve na duhen edhe 2 gola të tjera që me shpresë të atij Zotit lart, besoj se ne kena për ta bë. Okej, kemi kanë topin këta për ta nisur se pjesën e parë nisëm neve, well no shit Sherlock, edhe Benzemaja, e çonte Pedri, Van Dijku. Sa bukur e jep këtë crossin Van Dijku, e çon për tek Hakimi ball për ball me portier për golin e dytë. Shishur shuna e bona dhe golin e dytë me Hakimin, 2-0. Goli i dytë me Hakimin. Tani neve na duhet edhe një gol i tretë me si kishte mbrojtësi tjetër. Po, me Araujo. Një çuna me vëmendje përsëritje me golin e dytë me Hakimin, tani na duhet edhe një gol i tretë me Araujon. A kena për ta bë? Se besoj. Neve tani do startojmë sërish, edhe kësaj radhe ka topin Gavi, e çon tek Kubarsi çon tek Martinez. Hajde se na duhet i gol me Araujon, duhet ta shesim, është minuta 54, kështu duhet ta shih. Bukur. Van Dijku, ecën. Fall për ne. Jo, avantazh. Fuck. Van Dijku tek shit. Mbi shansi, fuck. Ec. Araujo, bukur. Ua, Safer. Ue. Safer ishim. Ua. Ec. Okej, s'ka gjë. Bukur. Araujo për golin e tretë. Shënon golin e tretë, çuna. 3-0. Goli tret me Araujon. Shikoni përsëritje se më duket se do japi se sa shpejt ishte topi. Okej, çuna. Distanca topit e pas ka pengu ky qepësira se pash. Okej, çuna, shikoni me vëmendje sa bukur e bona dhe golin e tret me Araujon. Më në fund i bona këto Po ky çpat. Karton kush De Jongu? Ç'boni De Jongu më shok? Ushtri aty si bajg. Okej, çuna, nuk e kuptova si mundi e mori kartonin e kush De Jongu, besoj se duket ishte ai falli që morën avantazh, që sa bukur na bën atriblimi, po neve sa intereson skrinjari me kok. Ja çon tek Araujo te Van Dijk tek Hakimi. Ecën, bukur Hakimi me shpejtësi ky djalë, më surprizon. I gjuan po hamër Hakim. Më fiksot. Okej, çuna, minuta e 72 dhe neve më në fund nuk kemi më nevojë të do i bëjmë këto gola për qef dhe jena offside. E disha. Këto mbrojtësa kanë një problem që nuk pozicionohen dot mirë dhe kanë për dalë gjithmonë offside. Nuk e kuptoj. O kam gabim informacioni im, ose jam noob vet. Çaj me lat, unë çaj për ty. E kanë topin Konde çon tek Lamine Yamal, bukur Lamine Yamal, është sa unë me mosh Lamine Yamal los futboll, shiku jam unë, tu bo video me ju. Çon tek Hakimi. Çe bona këtë Rainbow Flick? O zop, si jam idiot, bona Rainbow Flick, pa pik arsye. Skrinjar, Van Dijku i e pasin për në Brazil, po e merr Araujo, bukur ky djalë. Një dy luftim legjendar. Dy luftim leshi. Bukur. Fall. Po fall më arbitër. Barcelona është player fare më vlla. Shkaktoi gjithë këtë fall edhe sa i qujtën. Ecën ky djalë, 17 vjeçari dhe mbaron këtu loja çuna 3-0, 3 gola. Me të 3 mbrojtësit e kalum challenge më në fund, që nuk shitëm ndaj lojtarës, do kishim lënë kokrën e namit. The man of the match është Araujoja pasi ai boni 1 gol dhe 1 assist. Edhe neve tani do shikojmë se çfarë statistika kemi. Kemi bërë 3 gola, 1 me Van Dijkun, 1 me Hakimin dhe 1 me Araujon. Goli Van Dijkut ishte me asistin e Araujos, goli Hakimit ishte me asistin e Van Dijkut dhe goli Araujos ishte solo. Jo si solo shok i finemit, po solo kështu, vet. Nëse çuna, shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video me Dream League Soccer. Nëse doni sa më shumë video me këtë lojë, atëherë thjesht komentoni poshtë, sugjeroni ndonjë challenge sepse videon e radhës unë do ju përfshi në video. Nëse çuna, like, subscribe, comment dhe shihemi në videon e radhës.